Venetik, si e shikoni protestën e cila tashmë ka hyrë në një lloj faze tjetër deri diku edhe të dhunshme, dhe sa gjasa ka që ta rrezoj kjo protestë Edi Ramën, duke qenë se ka pasur edhe mbështetjen e diasporës? Shiko, Bardhi dhe nderuar gazetar, unë di të them që nga dita e parë dhe deri më sot, sigurisht që nuk jam vazhdimisht aty pranishëm, por kam qenë në ditët e para të asaj proteste. Jam rikthyer përsëri, jam rikthyer në Gjermani, kam ardhur këtu për të parë dhe punët e mia se si do shkojnë, sepse nuk e kishim parashikuar që shkonte kaq gjatë nga fillimi i kësaj proteste. Tani kjo protestë ka hyrë në ditën e 35 dhe nuk e dihet se sa mund të vazhdoj, por atë që di të them është sepse them që kjo situatë sot është bërë dhe akoma më e vurbull, sepse nuk ka, do ta quaja paksa, nuk ka, është po shkon si një trup pa kokë deri diku. Unë di që dëgjoj aty në atë protestë, revolucion, njërën tjetrën për flamingot, për një shumë mirë, e drejtë dhe për çdo gjë. Është e drejtë çdo qytetari të nxjerrë çdo lloj slogani dhe të thotë atë që ja ndjen shpirti. Por do qëndroja tek një pikë, ajo që thuhet revolucion. Unë me sa njoh nga eksperienca e aktivizmit tim, di që revolucionet nuk kanë një jetë gjatësi dhe ato janë rezultative në gjatë kohës së ecjes së tyre. Madje nëse do ishte revolucion, kjo situatë nuk do shkëpuar më shumë se 10 ditë. Madje gjitha revolucionet nuk kanë zgjatur jo më shumë se 3 ditë. Kështu që unë për mendimin tim, kjo tezë zgjatje nuk e di se ku po shkon dhe ku do shkoj, dhe për sa i përket qeverisë së korruptuar dhe 1001 arsyeve që populli proteston dhe thërret, unë do të thoja që Edi Rama në këtë mënyrë me poezira e me flamingo e njërën tjetër nuk ma ha mendja që i bën një përshtypje. Do të thoja që protestat do të përshkallëzuar në mënyrë më të fuqishme për t'i thënë se ai mund të vijë në punë në zyrën tonë dhe ne ndarkë mund të protestojmë tërë natën. Ai prap fleje dhe bën rahatin e tij dhe vjen punon në zyrën e vet. Por ajo zyrë është vendi i punës ku ai pronari vetëm që ka është sovrani, dhe sovrani do të bëjë një gjë. Në vendin e punës, nëse nuk je i denj, më ke vjedhur, je i korruptuar, ti duhet ndalosh të shkuari më në punë. Sikundër çdo menaxher, se shteti ose kryeministri është menaxheri i një shteti, nuk është babai i atij kombi. Kështu që unë e shikoj që në orën 7 të mëngjesit ai shkon rehat në zyrën e tij, shkon rehat mbasdite në orën 1 apo 2 kur e le punën, dhe njeri nuk i hyn në hak askujt në këtë proces, por as këtij si hyn gjëm në këmbë. Kështu që unë do doja që kjo situatë të përshkallëzohet, që nga momenti që ai del nga shtëpia, drejtohet drejt vendit të punës, që quhet kryeministria, ti do prerë kjo firom njëre mirë dhe do thënë stop. Këtu është Zot sovrani, dhe ti në momentin që nuk je i denj për të na drejtuar dhe kemi 1001 arsye që të kundërshtojmë, duhet të japësh dorë heqje, në të kundërt ne të vëmë këtu një barrikadë dhe ti do hysh kur ne të ta lejojmë ne, jo kur duash ti. Ky është mendimi im, mbas edhe jam i gabuar, por ky është mendimi im. Në këtë rast, si e shikoni, protesta do duhet përshkallëzuar që të jetë më rezistente, që qytetarët vazhdojnë të qëndrojnë përpara kryeministrisë derisa Rama t'jap dorëheqjen, apo duhet gjetur një formë tjetër? Sigurisht që do të gjetur edhe një formë tjetër, por dhe kjo që kryeministrit dhe ministrave të tij, ku unë me sa njohuri kam, që janë 250 punonjës që shkojnë të punojnë çdo ditë nga ora 7 në kryeministri, dhe këta vazhdojnë ta bëjnë punën e tyre dhe korrupsioni vazhdon të bëhet dhe ligjet në parlament vazhdojnë të kalojnë e gjitha me radhë. Unë di që në të gjitha protestat dhe ashtu si quajnë disa revolucion, përshkallëzohet me bllokimin e rrugëve, me bllokimin e subjekteve, me bllokimin e gjithçkaje, për të thënë revolucionit dhe të korruptuarve fund, duhet një përshkallëzim i kësaj natyre, si po them unë, ujqit të dhënë rrugën me traktor, ai sindikata, për që se ekzistojnë në Shqipëri sindikata, po njerëzit, doktorët, taksistë, gjinjtë, ata që kanë atë lokali duhet ta mbyllin dhe të jenë aty në pranë gjithë këtyre protestuesve të rinjve dhe studentëve. Prandaj unë do ta çoja në një tjetër drejtim. Duhet një përshkallëzim i paralizimit të këtij pushteti
Në të kundërt, ky do vazhdoj të bilbëzoj aty, herët na quaj arrogant, e herët na quaj qorra, e herët na quaj budallënj, si ti vi aty për mbar flet. Po ta vesh re, në ditët e para, 5 ditë e para, ky ishte në një tension të çmendurie dhe aludonte në të gjitha mënyra sepse nuk gjente do zgjidhje, por mbas datës 6 ky arriti që të ketë dhe dorën brenda aty me eksponentët e vet, dhe kështu situata unë besoj që është e kapur. Prandaj ai është kaq i qetë, dhe nuk po të ishte se do ishte në situatë. Po. Pra ju thoni se Edi Rama e ka kapur deri diku protestën. Sigurisht që ka njerëz të tij brenda me 100%. Madje jo vetëm ai, por dhe vëllai i tij Siames Sali Berisha, sepse këta kur i dhe njerit dora e ndjen dhimbjen dhe tjetri, edhe ai pothuajse ka dorën brenda kësaj proteste, dhe kështu është bërë një miks aty brenda që çdo kush që do të thotë të vërtetën e vuajtshme të këtij populli, o i hiqet mikrofoni, o devijohet biseda, ose anatemohet e kështu me radhë. Ku një nga këta jam dhe unë që jam anatemuar nga kjo protestë. Në këtë rast, si e shikoni rolin e diasporës dhe vetë emigrantëve, sa e kanë tronditur ata Edi Ramën? Po të marrë shkas protestat që ndodhin këtu në Gjermani, në Britaninë e Madhe, në Amerikë dhe kudo në Europë dhe në mbar botën, ditë them që shqiptarët kanë një vullnet të papar për të patur një ndryshim rrënjësor në vendin e tyre, sepse e duan të drejtën, e duan të bukurën, e duan dhe më të mirë, dhe për faktin se jemi dhe një popull punëtor dhe kemi treguar kudo që e duam më të mirën, ditë them që nga diaspora vullneti është i pa imagjinueshëm, por do të ndalë në një aspekt. 2 herë diaspora ka ardhur me makina dhe ka dashur të bëj atë, japë atë praninë e saj aty. Unë jam kategorikisht kundra kësaj, sepse atë dhe unë nuk çliroj duke ardhur me makina të shtrenjta dhe duke bërë show. Dhe në një farë kuptimi e kam thënë dhe do ta them në intervista të tjera, po dhe në rrjetet e mia sociale, që ky është një show partijak i disa simpatizantëve që nuk nguroj dhe ta them të Adriatik Lapajt, që të vetme gjë që ju pëlqen të bëjnë këtë është një show edhe asgjë tjetër. Me makina të shtrenjta, duke treguar që ne po vim, gjithaj argjim për çfarë? Dhe tek e fundit fare çfarë tregojnë mbrëm? Pikërisht mbrëm. Asgjë, rezultati 0. Dhe para disa ditëve, 10 ditëve më parë, çfarë tregoj? Rezultati prap 0. Asgjë s'ka ndryshuar. Madje më lejo të them dhe një diçka dhe po e mbyll këtu këtë pyetje. Mua po më kujton pak Lulbashën dhe Sali Berishën, që dita e fundit, kilometri fundit, nesër pas nesër, 24, 34, 44, dhe kjo që është një maraton pa fund dhe asgjë në fund fare. Si i themi ne në Shqip dhe populloshe, një vrim nduj. Ferentik, si e shikoni përpjekjen e Edi Ramës për të bllokuar në kufi qytetarët e Kosovës që të vinë në Shqipëri për të protestuar, se raportohet se ka pasur vonesa dhe bllokime deri diku në kufi sa i përket hyrjes qytetarëve të Kosovës, pra shqiptarëve të Kosovës, për të protestuar në Shqipëri? Unë do të thoja diçka si advetar, si shqiptar, që është e papranueshme që t'i vesh në kufi vëllezërve Dardan, qofshin ata nga Ilirida, qofshin ata nga Malizi dhe nga Do, qofshin ata që vinë nga vende të tjera si emigrant, por jo vetëm. Është e papranueshme që një shtet demokratik, se paqet në thonjza si shtet demokratik dhe një vend ku është antar për në Bashkimin Evropian, nuk ma ha mendja që do ta bënte një vend ka një demokraci të konsoliduar, i vinte ndalesa çdo qytetari që do të hynte në Republikën e Shqipërisë, pa ditur se çfarë pikpamje apo çfarë pikësynimi ka ai. Çdo qytetar ka të drejtë të ndërhyjë, të hyjë në Republikën e Shqipërisë, qoftë për turist, qoftë për të demonstruar, qoftë për gjithçka. Atje tin do ta neutralizosh nëse ai është i gabuar apo po bën një veprim që është kundra ligjit. Është për mendimin tim është kategorikisht e gabuar.